Zoti kryetar, së pari një është fatkeqësi shumë e madhe që këtu nuk ka përfaqësues qeverisë, sidomos përfaqësues e qeverisë që lidhen me financat, me industrinë, me energjinë, shpenzuesit më të mëdhenj të fondeve. 50% e buxhetit shtetit këtu menaxhohet nga Ministria e Industrisë dhe Energjetikës, ke 5 veta që i kanë akuzë për cilat u përgjigj njëkohësisht dhe kryetari i kontrollit lartë shtetit, dhe këtu nuk ka askënd që të dëgjoj, të reflektoj, nuk shpresoj tani në këtë fazë, po të paktën të dëgjoj. Për sa i përket raportimit të kryetarit të kontrollit lartë të shtetit, unë dua të falenderoj sepse zbatimi i vendimeve të gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, sidomos për çështjet pronave, po edhe për çështjet të shkeljes së drejtave të njeriut, të lirisë së medjave, është kthyer në një gangren për buxhetin e shtetit. Gjyqi ndaj Beketit, që na u premtua nuk do paguhet absolutisht asgjë, ka filluar të paguhet nga buxheti i shtetit. 30 milion euro po paguen sot nga buxheti i shtetit për një gjyq që qeveria shqiptare ka ndërhyrë në proces, ka shtypur lirinë e medias, po nga ana tjetër ka cënuar edhe në një sektor që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pyetja e dytë që i bëra kryetarit kontrollit lartë shtetit lidhej me kontratat sekrete të qeverisë shqiptare. Ka shumë kontrata sekrete të cilat nuk publikohen, për shërbime konsulence që merr qeveria, kontrata lobimi. Parlamenti duhet patjetër që të ketë transparencë për këto kontrata. Dhe pyetja e tretë lidhet me auditimin e koncesioneve, partneritete publike-private, në mënyrë të veçantë me tunelin e Llogaras. Ne këtu shpar po dëgjonim për pensionistët që po i thonin, po jepni një lëmosh 20 lekë në ditë dhe kush e di se çfarë po i bëni. Po jepni 9600 lekë në vit shtesë dhe do i hiqni bonusin 10000 lekë në fund vitit. Do jenë aty ku ishin. Ndërkohë që me tunelin e Llogaras ikim 50 milion euro me një të rënd lapsit dhe këtu nuk ka llogari. Zoti kryetar i kontrollit lartë shtetit, është prioritet kontrolli i të përfundoj kosto më e madhe për buxhetin e shtetit. Faleminderit.